Edhe është në vendosur në përgjorisë si erdhë më shumë. Ish presidenti i vendit Alfred Moisiu ka ndarë një kujtim dramatik nga një prej periudhave më të trazuara të jetës së tij, arratistja nga Shqipëria në vitin 1990. Ai rrëfeu përvojën e tij si refugjat në Podgoricë, një histori që hedh dritë mbi vështirësitë e përshtatjes në një vend të huaj dhe rëndësinë e ruajtjes së dinjitetit. Duke kujtuar ditët e para pas largimit, ai përshkroi një pasdite në një park lokal, ku së bashku me disa shok po vëzhgonte fëmijët vendas. Një top i bukur futbolli, ngjashëm me ata të famshëm të kohës, u bë shkak për një incident të papritur. Mosha jon ishte edhe me topin diçka jep, kujton ai duke folur për Dritare TV. Një shkëmbim i thjesht për topin me fëmijët vendas shpejt u kthye në një konfrontim fizik. Po këta sllavët kanë një zakon: kur zihen dy vet, nuk ndërhyn i treti, shpjegoi ai duke përshkruar se si situata u përshkallëzua deri në momentin kur 10 burra të lagjes rrethuan shtëpinë ku ai strehoi, të armatosur me shkopinj dhe mjete të tjera. Ishte ndërhyrja e një oficeri shqiptar që rastësisht banonte në atë pallat, cili parandaloi një përplasje më të rëndë. Kjo përvojë thellë i shërbeu si një mësim i hidhur, por i vlefshëm.